Në mëngjesin e 22 maj 2010, në fshati Zapod në rrethinën e Kukësit, një voglushe 6 vjeçe u nis në mal, së bashku me disa të afërme, për të kullotur bagëtit. Ajo ishte Bleona Mataj. Por ajo që duhej të ishte një ditë e zakonshme. U kthye në ditën më të errët për nënën e saj. Bleona nuk u kthye më. Shqipëria u trondit dhe filloi një rrugë e gjatë kërkimesh dhe pyetjesh pa përgjigje. Pista zyrtare dhe pretendime u lidhen me emrin Begzim i saj, i arrestuar më vonë për rrëmbimin e një fëmije tjetër, si dhe me disa nga të afërmit e Bleonës. Ka dyshime se ai, bashkë me një të afërme të vajzës, mund ta ketë larguar Bleonën jashtë vendit. Por mbi të gjitha, nëna e Bleonës dyshon që vajza e saj nuk u zhduk rastësisht, por është zhdukur nga familja e burrit të saj. Sot, rasti i Bleona Mataj është ende një plagë e hapur, jo vetëm për familjen, por për çdo njeri që kërkon drejtësi. Bleona Mataj nuk është vetëm një emër. Ajo është një thirrje që ende kërkon përgjigje. Nuk na shkoj ke mjede se po vjedhet një fëmijë që nuk ishte ndodhur kurrë. Të mungoj fëmija 16 minuta, nuk do t'i kesh mend në kokë, jo 16 vite. Bleona ka qenë një fëmijë shumë i dashur. Më mungo. As nuk ndalem Lareta të thash, por zemra do ditë fillon e dobësohet, nuk e di ç'të bëj. Ajo ishte në kohën kur kishte nevojë për mua shumë 6 vjet. Dhe nuk e kisha pranë, do të thot 5 vajza të rinj të lira, nuk e di. Si ta zhduki një fëmijë 5 vjeç, 6 vjeç, 5 vajza të moshës 25-26 vjeç, edhe mes 5 vajzave krejt më vjen natë se krejt fisi i burrit. Unë vetëm abanzima që jeton është diku dhe një ditë do ta pres zërin e saj. E do shumë bukurie ti 16 vite nuk e ndalë asnjëherë dhe po shpresoj që s'ki mund dalë kurrë deri ta marrësh një informacion për vajzën tonë. Po na dalemi pak në datën e humbjes, domethënë. Me 22 maj 2010-s, vajza jote ka humbur. Po, 22 maj 2010, ora 5:40 e mbrëmjes. Ku vajza luante me shoqet dhe shokët e saj, ka zbritur familja nga mali, e ka marrë vajzën, e ka mashtruar në mënyrat e veta, siç ka dish familja, e ka dorëzuar tek të pensta, pastaj mas gjysore nuk është gjetur vajza më. Është njëra atyre si e kanë përgatit, është njëra atyre që po bën gjunat e një fëmije, ato e dinë shumë mirë se ku është vajza, ato e dinë shumë mirë se çfarë kanë përgatit vajzës, ato e dinë shumë mirë se ku e kanë quar vajzën. Dhe më disa herë si nanë, as nuk reshti dot, së thanë ri, dhe me thanë dëshmitarët e Bleonës janë 5 vajzat, krimi i Bleonës janë 5 vajzat, në qoftë se nuk merren 5 vajzat, ultimatum, dhe të kenë një burgim apo prapë burgim, është e vështirë që të gjendet Bleona, sepse ato mund kanë bën gjithçka që mos të dije Bleona, se Bleona ishte një fëmijë shumë i shkathët, inteligjent, i përdor ke 3 gjuhë të huaja vetëm me televizor, ishte një fëmijë shumë i lindën për shkasi, dhe ato fal shkasisë që ka pas Bleona, ato mund t'i kenë bërë diçka, po mund t'ja kenë dhënë dikujt që për me hub gjurmë që mos tregojnë turpin e 5 vajzave. Nalemi pak të 22 maji i 2010-s. Në atë ku, Bleona ka qenë të lujt me shoqninë e vetë, ka qenë 6 vjeçare, edhe ka qenë edhe djalit që në atë ku ka qenë 3 vjetë. Po, kanë qenë të dy ato, po falë zotit djali. 5 vajza të afërme t'juja, njëra ndër to ka qenë edhe holla e Bleonës, Alketa Mota. Gjithë të afërmet e ish burrit tim, do me thanë motra e burrit, vajza e Xhaxhait, vajza e Tizës, Koshia, gjithë farfisi i babait Bleonës, do me thanë e kanë zhdukur fëmijën, përkundrazi edhe fshehtësia, turpi më i madh, që vjera kishte parë personin bas 5 vajzave dhe po e tregon pas një muajve. Unë personalisht, si bukurie, të mi mungoj djalit diçka, unë nuk e zgas një sekond informacion jo një muaj. Ajo vjerë, turpi qoftë një herë, që ka llogarit t'i ndodhe diçka e mirë gocës vetë dhe të humbe fëmin e djalit, unë nuk e di si ta shpreh me fjalë, por gjithsesi, Zoti janë shtë i madh dhe i ndëshkon një ditë gjithë.
Bukuria, unë du më ndalë prapë të qaj ditë, se atë ditë ka qenë të lujt vojza, do me thonë qendër të fshatit. Ta 5 vojza kanë qenë duke kulluz baktit në malë. Zbret Qamilje Mota, e cila është e afërme e ish familjes të burit tënë dhe e afërme e Bleunës. Vojza e Gjagjojt burit, apo? Po. Zbret ajo e merr vojzën, ka tentu me marrë edhe djalin që në atë ku ka qenë 3 vjetë, po djali ka qojt, edhe Qamilja ka shku edhe ka dërzu djalin shpi, edhe ka marrë Bleunën, e ka ngjitë në malë. Jo, djali është këthi vetë për shpi, por Bleunën do me thanë gjithmonë, e ka mashtroj, ka thanë janë pjekur lule shtridhet, e ka bje një shumë para shambërsira për ta quar dirë të vendi ku kullosnin të bakti, e ka dërzuar Qamilja brenda të pensave dhe pastaj ju ka thanë, shkoni ju të ktheni bakti, që unë do të ri me Bleunën, tani Gentiana, ti ishe unë isha, Alkijet atje solo unë isha, i tjetri kanë gilë dhe me thanë, pika kiqe, unë isha me ta, ty ishe me ta, nga drejtësia nuk kemi asgjë. Çfarë kërkime janë bë atku, Bukuria? Do me thanë, kanë ardhur policia, kanë ardhur deputet, kanë ardhur prokuror, janë bërë kërkimet me helikoptere, janë bërë me aparatura, janë bërë me qenë nuhatje, me qenë gjitha, por... Shkak se është dyshu? Po, është dyshu që në këtë rrugë. Edhe është dyshu fillimisht kur ka hup vojza, është dyshu mëse ka hongër në egërsirë ose diçka? Për egërsirën që në fillim, kam thënë, për egërsirë absolutisht nuk ekziston, sepse egërsira kur ka kafsh, nuk mundet edhe me ngran njeriun edhe kur është verë, është ditë me diell apo diçka nuk ekziston. Jo, kur ka lop keca, që një gjatë tjerë nuk ekziston, që të përfundoj tek njeriu dhe njeriu nuk ja han rrobën apo kur dielin apo shapkat apo pirat. Kjo është thjesht një gënjeshtër për të mbuluar gjurmët. Ku ishe ti kur e more lajmin që vojza u zhdok? Unë do me thanë si një nanë e përkushtuar dy fëmijëve, isha të punuar patate, vjeri ishte duke kusitur, unë i lash minë duke lozër, u bliva tek duqanit ca gjëra, thash do të kthehem shpejt, unë pa mbërritur akoma te kara pa u bërë një orë, kur thrasin vazat në telefon, a erdhi Bleuna se e solli Qamilja dhe nuk kanë shtëman në malë. Ne na ka ky lajm bomb, tërmet, si ta quajmë tërmet. Pastaj u vërsullëm gjithë si fshat, shka ishim gra, vajza, se shumë burra gjithmonë ja kishim lanë rastit se ka humbë rrugën dhe mëse ka zanë gjumi. Kër u bon 5 orë, u bon të merë për familjen tonë, vajza nuk u përgjishte, lëshoshim zënra, nuk kemi lanë dhe me thanë shkure pa thirë Bleon, nuk kemi lanë vend pa thirë, kër u bon 5 orë ditëm se ka ndodhë diqka. Se nuk na shkoj ke mjede se po vjedhet një fëmijë që nuk ishte ndodhë kur. Vetëm për këta. Pastaj erdhën policia, vazhduan kërkimet, matër mjetet e veta, i morën 5 vajzat, i sollën, këshon ka zgjatë. Ka zgjatë situata 3 muaj ditë, vetëm mal, polici, 5 vajzat të ndeku, ishte qfarore, kur e morë shumë, për nuk kanë se kemi ndonjë rezultat. E doshur Bukurie, që kanë thonë fshatarët në atë ku? Para policisë. Për shkak se ka pos dhe me thonë dëshmi që janë fiksu me i dhonë. Dhe me thonë fshatarët e kanë pas këtë pyetje. Në momentin, pas si marë policia, gjithë thoshin një borë i gjatë me flokot dirë për qafës, se grente një fëmijë zvarë, fëmija qanë të rënë konte, ishte i parashikuan ato fizionominë e personit, ku erdhën policia gjithë e fshenë informacion, jo ishte një prind që po torturon të fëmijën e vet, jo një tjetër, ku erdhën policia, fshati e ndryshuan lajmin nga momentin moment. Do me thoi ka ndru dëshmit për shkak të frikës nështë ta që e kam pas në atë ku. Po dyshimet ma të mdoja edhe ki drejt që janë 5 vojzat, kryesisht Qamilje Mota edhe Gentiana Manga. Unë sot e 100 vjetë edhe sikur sot me ma marë Zoti shpirtin edhe sikur edhe sot me mi farë Zotin 100 vjetë jetë, brenga ime si nanë 5 vajzat e din ku është vajza ime. Po gjithsesi do t'i vinë koha dhe momenti që do të zbardhet e zeza mbi të bardhë dhe këta nuk do t'a lojnë kurrë. Të ta din mirë edhe familjarët një, edhe Bleona atje se krenarë njëherë, ku do që ndodhet, që të dije se kjo na nuk i len asgjë mangut në këtë botë. Bukurie, këto 16 vjetë ke tu nërmë të gjdo ditë, për shkak se ke prit gjdo ditë që ka kalu, gjdo ditë që është hop, do me thonë.
ti ke prit informacion edhe ka ardhur shumë informacione, shumë ashtrime, shumë dëshmi, që najherë edhe s'kan qua aty ku duhet, po ti ke verifiku. Po, a mundesh me na tregu ku dyshon ti sa që është bleuna mota, ose çka ka ndodhur në atë kohë? Unë nuk, do me thanë, unë po dyshoj se ku është, ose në cilin shtet është, unë vend nuk më zen, do me thanë për ta kërkuar atë e vla që është gjënja me shtrenjtë, do me thanë se është një pjesë e shpirtit, e gjakut, e zemrës, e gjithçka, dhe për kuntrazi është edhe vajza vetë me ime bleuna, që nuk ka gjë ma të shtrenjtë në këtë botë se e vladi. Unë vetëm që e kam zemrën e plot, që nuk më shftov zemra, jetoj me shpresën time që një ditë do t'ja dëgjoj zërin dhe do ta takoj. Dhe ma ta po e pres me pa durim se shumë jam vëngjirë për atë fëmijë. Nuk e di që ta them, më mungon shumë. Edhe ki drejt për shkak se je nona dhe e tha shumë një kofsh, një diçka me t'hupe dhe stresohet, le ma 16 vjetë, mos me ja dëgju zonin, mos me posa nuk e di, unë jam nënë e veçantë, unë i dua fëmijë shumë, përkushtohem shumë, edhe Bleona ka qenë një fëmijë shumë i dashur. Më mungon. Jashtë masë më mungon. Kurje, ti për mu je heroin, je një none jashtëzakonshme që se ndalë gjithë të vite. As nuk ndalim lareta të thash, për zemra do ditë fillon e dobësohet, nuk e di që të bëjmë. Më mungon. Gjëja me shtrenjtë e vladin, nuk e di që atë bëjmë pa ta, nuk e di. Ajo ishte në kohën kur kishte nevojë për mua shumë, 6 vjetë. Dhe nuk e kisha pranë, do të thot 5 vajza të rinë të lira, nuk e di. Bukurie, në atë ku janë bo shumë kërkime dhe prej anës policisë. A mundesh me na tregu deri ku kanë arritë hetimet nga ana e policisë? Policia thot ne kemi bërë kërkimet, kemi bërë investigim me gjithçka, por nuk ka. Po t'i verifikojmë dosjet e policisë, nuk kemi në rast konkret. Ato mund të thonë thjesht, kemi bërë kërkime, kemi marrë 5 vajzat në pyetje, nuk e kanë pranuar, dhe me thanë humbjen e Bleonës, nuk kanë se kemi rezultat. Nuk kemi rezultat, se sot 16 vite nuk na është ndjes asnjë pikë file deri tani. Çfarë të them? Bukurie, ti gjithmonë e thon çdo intervistë që e kanë, nuk kanë pas nevojë policia me lyp ma gjatë dhe ma larg. Krimi edhe misteri. Autorin e kanë pas 5 vajzat. Ka qenë familje, ka qenë shotin zapët aty ku ka humbë vajza. Edhe mes 5 vajzave, krejt në vjen natë se krejt fisi i burrit. Si të arduki një fëmijë 5 vjeç, 6 vjeç, 5 vajzat moshës 25, 26 vjeç, por vetëm familja se ka qenë 17 vjeçe. Shteti ka pistën, nëse nuk kapin 5 vajzat, nuk arrestojnë ato, nuk pa burgosin ato, nuk burgosin ato, është e vështirë, është shumë e vështirë të gjendet vajza. Kjo është komplet. Dhe i kërkoj uniformës blu të punoj me pasërti, të rikthej gjendjen e Bleonës dhe të kapin edhe një herë flagrant 5 vajzat, edhe shikoj e ti se si gjendet vajza. Pas zhdukjes Bleonës e dashur Bukurie, sa ke qëndru në atë familje? Një vit. Po. Edhe ke jetu bashkë me njënën prej autoreve që ka marrë pjesë domethënë në zhdukjen e Bleona. Po non-stop, me motorin e burrit në shtëpi, edhe vajzën e gjagjajt, domethënë një avlina ndajte, edhe ato 3 tjera që vinshin aty. Non-stop i kam pas aty, brakret kriminalet i kam pa prasive 24 orë. Kurje, qysh janë konë ato deta, ke tentu me fol me Alketën, këtë rast që është Holla, edhe Holla është shumë e afërt, është gjak. S'po flasëm pa mandina E ka mundu qysh sashtë, jo qysh sashtë, e ka mundu me të mirë, e ka mundu me të keqe, e ka mundu me anë ligjore, e ka mundu me emision, e ka mundu me gazetar, e ka mundu me krimetranda, me gjitha, për gjithmonë di janë kresor që thonë ti ishe, unë isha. Alketa ato ditë tha që a i keni blokuar Dugana ti shkunato, nuk e di pse e tha këtë fjalë, kishte në qëllim, dhe atë ditë ishte inaugurimi i tunelit Kalimar 22 maj që kanë qenë rrugët në tana anët për ta lëvizur vajzën dhe Alketa u tha policëve që
A i keni mbil Dugana, tha se kanë kaluar shumë orë për dirë kur ka humbë Bleona. Unë nuk e di që apret shteti mo, po ti kur je pa hak, pa hile, pse thua a i keni lumëru Duganat, apo a i keni kontrolu tunelet, apo diçka tjetër, unë nuk e di koke këmbë janë krimi Bleonës për zvajzat. Unë s'kam dyshim që veç një njeri pa shpirt mundet me i bë këto gjona, po që po mdhem mas shumë të është që halla vetë ka ditë diçka. Jo diçka, po gjithë shka. Edhe nuk ka full. Po nuk flet ajo se ajo tashi nuk i kanë gjirë gjën tjetër, ato nuk e kanë probleme dhe pse e hanë turpin me bukë. Ato aq legjene janë dhe aq pamshira janë që dhe me thanë të fshehin një fëmijë dhe mos tregojnë turpin e vetë. Autori kryesor Qamile Mata. Po. Me Qamile a ke pos kontakte, a ke full. Unë dhe me thanë gjithmonë, kom full me Qamilën edhe kam bon presion, edhe kam zanë avokat për 5 vajzat, ku do me thanë, ku arritin darja jonë, unë do nëncova, do me thanë, akuzova 5 vajzat, dhe ish burri shkoj tërhiqi do nëncimin. Tani, po të prekësh me nga njanë, fëmija është pjesë e mushkrisë, është pjesë e shpirit, është gjysma jote. Dhe unë të vim motrën, pra fëmijës tim nuk ekziston. Unë do nënco burri tërhiq, unë akuzo burri tërhiq, shumë që arriti puna di ku nuk mbanë më. Baboj Bleona Matës i ka tërheq denoncimet. Po, i ke edhe sot në polici, dhe me thanë, unë kam pagu falë familjes time, kam pagu 5 avokat për 5 vajzat, njërin nga prindit kishte të drejtë që të tërhiqka akuzën, tjetri të denonconte, unë denonco, ish burri tërhiq dhe ngeli punë e gocës anonim. Po si ka mundësi që një babë mundet me qenë ka që pa shpirt edhe mos mu interesu as pak për gjetjen e vajzës ti? Po prind, do me thanë, të bansh prind, edhe të bansh baba nuk është vetëm të bansh kalama, edhe të kujdesesh, edhe të përkujdesesh shumë për to, se prind mund t'jesh edhe vetëm për një emër, po prind duhet t'jesh me zemër rreth parë. Dhe sa do t'jenë situatat e divorcit, këto nuk pijnë ujë, dhe me thanë divorcet mund ndodhin gjithkon, për amor vajza duhet kërkuar për bashkët, duhet bën thirrje ai, duhet me bën thirrje unë, që ti ngacmojmë më shumë organet kompetente, që të bëjmë më bujë për Bleon, sepse po mungon një fëmijë dhe ne nuk kanë shkëtun për të bën show, ai mund thosë se kanë vazhdu jetën a diçka. Unë nuk më ban të lumtur as një jetë e re, as po t'ja nisin ngaja, mu më ban të lumtur vetëm krimi vajzës time. Ka pas shumë pista dyshimi, që nga momenti kur Bleona është shtuk. Ka pas edhe dyshime që është shit për transplant organesh. A e beson ti këtë informacion? Tashi, përderisa nuk e ke parasive, ti mund besosh edhe një gjë më të keqen ose më të thjeshtën. Por unë si prind nuk ja uroj. Mu nuk ma ban zemra si nanë që ta them. Unë vetëm ma ban zemra që jeton, është diku. Dhe një ditë dhe ta pret zërin e saj. Pavarësisht, ajo po e vuan dënimin pa bën krim, por vetëm Zoti një ditë atë lot do t'ja kthej në buzëqeshje. Dhe këta e pres. Ajo në qovë se vetëm pak ka gjakun tim, ajo një ditë do të tharasi. Sepse e din se çfarë mami ka dhe unë e din çfarë vlati kam sjellë me jetë. Ti ndjen që Bleona është? E ndjej shumë, por varet si ka kurset ajo. Ajo ka qenë veç fëmijë, domethënë 6 vjet momentin që ka hupe dhe kush e di çu ka vazhdu rjedha dhe jeta e saj, kush e di çka kanë bërë me Bleonën. Ajo normal që është e dishme që ka përjetu trauma, ajo se ajo një sekond nuk mund të rritë kënë pa më. Unë vetëm, dhe me thanë, do di që me hapet plaga. Vetëm lotët asaj, pa mu nuk e di se si mund banë të malë të dikush tjetër. Por frika, si themi na, fëmijë vjedhën, e dina jo që për jeton. Edhe shumë bukurie, unë nuk po du me i cikë gjithë informacionet që kanë orë, për shkak se kanë orë shumë informacione në kohën kur është trajtu, dhe më thonë gjithë të vite kanë orë shumë informacione. Po në cilin informacion, cilën dëshmi beson sot mas shumë ti? Se gjithë ata që e din historinë e Bleona Matës, tash i dëshmi që janë sa ajo nuk mund tjetë më në Shqipëri, mund tjetë diku jashtë venit, se në cilin shtetë. Nuk kanë shtete, kemi pas kamat ndryshme, kemi pas Anglinë me vite, kemi pas Greqinë me vite, kemi pas Italinë, po do me thanë, kur kemi bërë kërkimet, nuk kanë që
andizni dritë jeshile ose ja ka ndërru vendin, sepse ka qenë edhe pak fajon se kemi bërë buj me televizor, dhe mund ta kenë parë persona që e kanë bajtë apo e kanë bërsuar, apo në raste të ndryshme, por tash i presin vetëm Zoti një dhe ai fëmijë mos po bën të gjallë di, sepse ajo duhet të jetë tash e lirë, është gos 21 vjeçe, ajo duhet të përdorë telefon dhe duhet dije që është fëmijë i humbur apo varet se si e ka situatën. Edhe është bukurie që she kujton Leonën 6 vjeçare, që she kujton fëmijërinë e saj, çfarë fëmije ka qenë? Do me thënë, fëmijëria e Leonës, një fëmijë që gjallaronte çdo sekond, një fëmijë që qelke si trëndafi çdo sekond, një fëmijë shumë i ëmbël, i talentuar, e bukur, e dashur, afruar, gjitha opsionet. Nuk e di Zoti si e fali këtë krijesë kaq me talent. Dhe kërë momenti nuk e pash, dhe me thënë nga 22 ma e dirë në 2025, nuk e kam pa mosit. Nuk e di që dhe më shumë i randë.